Tre herë kam shtartuar në fund vitit. Si jam na për protestë? Na je vesh me bollaf në çaj çati kur pim edhe në Facebook mu studion me këtë. Pro a kundër me protestu për energjinë elektrike, edhe shtrejtimin e saj. Ujtë harrota, ujtë. Edhe ujtë. Ujtë 40% shkoj, po përmen heq. So janë përballueshme me çto shtrejtime? Asnjë. Prej marsit Me 100 euro pension, 120 euro përballua, kjo është merë. Prej marsit vijnë tarifat e reja për 21%. Po 2 herë kam, jo 21, kush po 21? Po thu që më shumë. Jo, edhe vetë pa thonë se ne shkoj 26 e gjys. A tre herë kam shtartuar në fund vitit. A mendon që protesta mundet me ndiku diçka? Si jam na për protestë? Na je vesh me bollaf në çaj çati kur pim edhe në Facebook mu studion me qetërin. Në Francë, në Europë, veç 500 mijë lëviz çmimin e të naftës aty kujna. E shkatrojnë shtetin atje bujnë lëmë. E këtu Apo thu që qytetarët nuk bëhen bashkë me Jo. S'ka organizativ, s'ka lider të demonstruesve që del me bëjë protesta demonstrata. S'ka. Atje një me një çmim 1 cent, 5 cent me shtrajtuar, këtë popull shoh të kom. Se kanë sindikatën e bujqëve të qytetarëve të liderin, atë s'nalin hiç. Këtu të na, veç kur të unë me bisedon një me tjetrin, e qelin Facebookun, edhe ashtu një me tjetrin, as zërë kërkosh, që rrimë në shtrajtuar atëherë, 100 vjet dulëm te drejtoria që kanë aty të semafora. Po. Një ditë a dy dhe më kur të përmen kushiq. Ka shumë gjona tjera për me, shumë gjona tjera për me, shumë. Çka për shembull? Çka jo? Tatimin pronë, 200%. Me çka mi paguar? Me 100 euro? A kanë qenë shtesat Mjekësia, mjaftueshme që kanë dalë tash për pensionistët, për studentët, për çfarë të ndore ato? Ato në veç lojna me fitu të vot, ato djalja. Lojna me fitu votat, gjysëve studenti e dha, gjysës nuk e dha. Plerëve veç do që kanë 100 euro, ja kanë 120 euro, kanë 30. Do lehona që ka mund me fitu për tyne, ato është për elektorat vota. zgjedhjeve. Ja, s'ka pas kur gjë. Nuk shkon shteti kështu.